ndodhet Edi Rama në të njëjtën pikë kritike ashtu si figurat e regjimit komunist në vitet 90? Ju e theksuat me shumë të drejtë. Mënyra e veprimit dhe mentaliteti nga e kaluara për fat të keq ngjajnë si dy pika ujë me njëra tjetrën. I vetmi ndryshim mes udhëheqësit të fundit të sistemit komunist, të ndjerit Ramiz Alia dhe Edi Ramës, ekziston se ai edhe dëgjonte, edhe reagonte, dhe kur situata në një farë mënyre rrezikonte për të dalë jashtë kontrollit, edhe dorëhiqesh. Pra, ai ka qenë i pari president që në vitet 90 ka dhënë dorëheqjen, nëse na kujtohet atyre që cilët e kanë jetuar protesta e Valiesit, që filloi minatorët e Valiesit, pastaj u zhvendos në Tiranë. Në momentin që ai ka vlerësuar se kush është protesta, kush është masivizimi, kush janë kërkesat, ai ka dhënë dorëheqjen. Kurse Edi Rama, protestuesve dhe gjithë shqiptarëve, por jo vetëm dhe ndërkombëtarëve, në një farë mënyre, në mënyrë të padrejtë, të pamerituar, të pa argumentuar dhe të pa ligjshme, një kryeministër sillet në një farë mënyre për fatin ton të keq si një njeri i çekuilibruar, me arrogancën e tij dhe me fjalorin që përdor si një njeri i rrugës, që për fat keq tregon vetëm një gjë, që ai nuk e ka merituar kur, edhe populli shqiptar nuk e meritoi një kryeministër të tillë. Sepse nuk mundet një kryeministër të shajë një pjesë, cila do qoftë kjo, 1000, 2000, apo edhe me pak, apo edhe me shumë, që kanë dalë për të kërkuar të drejtat e tyre në shesh dhe protestojnë me një qytetari perfekte, të mund të etiketohen, të përgojohen, të shahen në mënyrën të tillë, me një fjalor që mua nuk më zën goja për të thënë ato fjalë që përdor kryeministri i vendit ton. Kjo ndodh për arsye të mentalitetit të tij dhe të kohës e orës që i ka ngel në të shkuarën, pasi e njëjti model ai kërkon të gjej jo realitetin ta shohë në sy, e të gjej format për ta përmirësuar, por e për të qenë të bashkëpunues, por ai kërkon për të gjetur armiqt nga do të brendshëm dhe të jashtëm, e për t'u avesh atyre këtë lloj proteste e organizimi perfekt e shumë të kulturuar, duke qenë se unë nuk mund preshtoj, natyrisht, askush nuk mund preshtoj që nuk ka në protest edhe të huaj, edhe shërbimet që ndikojnë. Këtë moment e shfrytëzon çdo vend dhe ata të cilët janë ngarkuar në këtë mision e detyrë. Por është e pafalshme që qeveria në vend me kryeministin Ramën, në vend që të ulen e të bëjnë një analizë të hollësishme dhe të shikojnë se çfarë nuk ka shkuar mirë dhe duhet ndryshuar, që ky vend kemi arrit në atë pikë sa sot qeveria dele trumbeton me organizimet e veta për të thithur pensionist nga Italia dhe nuk shikon se po largohen të rinjë të reja çdo ditë nga ky vend. Nuk e kuptoj çfarë duhen e përse duhet vinë pensionistët nga vendet e tjera, përsa për 10%, 15% e taksave që paguajnë atje dhe këtu nuk do t'ja u marrë shteti shqiptar. A është i mundur shteti shqiptar t'u krijojë kushte se ka me shumicë pensionistë, gati po vete gjysma e popullsisë së Shqipërisë po janë të pensionuar, a është e mundur t'u shërbej këtyre pensionistëve? E si mundet ta kërkosh një gjë të tillë? Pra këto janë për fat të keq politika, programe të cilat e zhbëjnë këtë kom, e zhbëjnë këtë vend. Nuk mendojnë as për të sotën, as për perspektivën, duke harruar detyrën dhe misionin për cilën ata janë votuar ose zgjedhur. Zoti Prenga, si mendoni pse Edi Rama nxori ato dokument që deri tani nuk është verifikuar nëse është i vërtetë apo jo, sa i përket Dritan Goxhait, ku theksojnë dokument se ai nuk ka marrë pjesë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe nuk ka luftuar për krah ushtarëve të tjerë të kësaj ushtrie. Ndërkohë më pas doli një tjetër dokument nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës, e cila vërtetonte se Dritan Goxha kishte qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më pas qeveria reagoi sërish në një farë mënyre duke nxjerrë një dëshmitar i cili lexonte dokumentin që nxori në fillim Edi Rama, por më pas ka nxjerrë edhe një format listë pagesash, ku sipas tyre Dritan Goxhaj ka marrë pjesë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por ka qenë si mercenar.
dokumenti i dytë pra që nxori po vetë qeveria rrëzoi atë të parin, pra duke treguar në farë mënyrë propagandën e qeverisë, por nga ana tjetër çfarë kërkon të arrijë Edi Rama teksa njollos edhe imazhin e herojve të ushtrisë shërimtare të Kosovës? Unë mendoj që me këto veprime Edi Rama si kryeministri i këtij vendi dhe të gjitha enturazhi i tij që ja servirin nuk fitojnë asnjë gjë veç se zbulojnë vetveten e tyre, zbulojnë kush është qëndrimi, kush është morali, kush është dinjiteti i tyre dhe u tregon të gjithë shqiptarëve edhe ata që e kanë votuar se kanë zgjedhur për t'i përfaqësuar. Pra një njeri pa moral, pa personalitet, pa dinjitet, që qytetarin e vet po e quajmë Dritan Goxhaj dhe shumë qytetarë të tjerë të tij i kërkon t'i diskreditoj, kërkon t'i intimidoj me të pavërteta, me mashtrime, me trillime, me krijime, asgjë nga ato që dalin. Unë nuk kam qenë me Dritan Goxhën, por e njoh dhe si rrallë kush në një familje, babai i tij i nderuar, një kolonel shumë i respektuar në forcat armatosura, që ka edukuar e ka trajnuar breza të tërë në forcat tona të armatosura, duke filluar nga ushtarët deri te oficerët e niveleve të larta. Ai dhe i biri kanë qenë rrallë kush në Shqipëri, 2-3 veta ka qenë pjesëmarrës për të kontribuar në ushtirinë shërimtare të Kosovës. Është jo e rëndësishme dhe jo parsore, kanë qenë mercenar sepse ata kanë patur familje dhe janë trajtuar si të gjithë të tjerët, janë trajtuar me një sasi të ardhurash për të mbajtur familjen dhe kjo nuk është se e ka bërë vetëm për Dritan Goxhajn. Këtë e ka bërë për të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë në ushtirinë shërimtare të Kosovës dhe nuk mund të përmendet kjo e të thotë ai ka dhënë kontributin, ka qenë drejtues, ka qenë pjesëmarrës, ka sakrifikuar, ai dhe shumë të tjerë ushtarak e shqiptar, të cilët sot janë dhe dëshmor e heroj të kësaj lufte. Është e papranueshme, e pafalshme, jo normale. Është, më themi, nuk mundet, unë nuk e kuptoj dot, nuk arrit ta kuptoj me logjikën më minimale të mundshme, me formimin më minimal që një kryeminist i një vendi të bjerë deri në këto nivele sa të merret. Nuk ka pse të merret Edi Rama. Ai vetë flet që unë nuk merrem në shumë raste, thotë janë em drejtësisë. Nëse ka të dhëna dhe vërtet e mendon se ka fakte, atëherë faktet jo vetë kryeministi, por me strukturat e veta që janë shumë të bindura, le t'i çojnë në institucionet respektive përkatëse. Por kjo nuk është normale, jo për Dritan Goxhën e një person, e një qytetar të vetin, por për UÇK-n, për gjithë dëshmorët, herojt dhe veteranët, për të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë, e kanë dhënë kontributin, është jo normale, është pafalshme dhe me papranueshme në njëri anë, dhe kjo po do thosha të gjithë atyre qytetarëve që e kanë votuar me bindje që ky është ai që do të na përfaqësojë, do të na drejtojë, tashmë ai ka dalur si zakonisht dakurisht dhe ka rënë maskat e del figura edhe fytyra e tij e vërtet, qoftë në komunikim, qoftë në jargonin jo normal, po më të urtën të gjuhës shqipe që ai përdor për të etiketuar, për të intimiduar, për të sulmuar në çdo mënyrë. Është e pafalshme dhe duhet që institucionet e shtetit shqiptar, ata të cilët drejtojnë, duhet mos i zbatojnë urdhat dhe detyrat e tij për të ndëshkuar në mënyrë të padrejtë, të pambështetur në ligj, njerëz të cilët ndoshta janë punojës të administratës shtetërore, por pas përfundimit të punës është e drejta e tij si çdo qytetar të bashkohet protestës për më shumë liri e demokraci në këtë vend. Sepse ka dhe lajme, ka dhe lajme të cilët i kanë ndëshkuar të rinj e të reja, të cilët kanë qenë të punësuar duke i thirrë dhe duke i përjashtuar nga detyra në mënyrë të njëanshme, të paligjshme dhe të pambështetur. Zoti Prenga, duke mbetur sërish tek raporti me UÇK-n, a mendoni se mënyra se si e ka trajtuar vetë Edi Rama këtë rast, reagimi i tij, por edhe reagimi i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili publikoi atë listë pagesë të ushtarëve të UÇK-s, ku midis tyre ishte edhe heroi Tahir Sinani, i cili ka rënë dëshmor në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës për çlirimin e vendit. A nuk mendoni në këtë rast se mënyra se si u solli gjithë kjo nga qeveria e Edi Ramës
çon ujë në mullirin e Serbisë, pra për ta cilësuar ushtrinë qeveritare të Kosovës si ushtrim mercenarësh? Kjo normalisht ka ndikimin e vet, është tepër e vështirë për të dhënë definicione fundore. Patjetër, jo definicion, por në mënyrë indirekte, domethënë. Në mënyrë indirekte, s'duam ne ka ndikim dhe për fat të keq këtu demokracia e brendshme së pari e dy partive që kanë drejtuar këtë vend për 35 vite, si e Partisë Socialiste ashtu dhe Partisë Demokratike, për fat të keq ka vdekur në 2008, atëherë kur dy liderit e partive që janë dhe sot, si zoti Berisha, ashtu dhe zoti Rama, ndryshun kushtetutët brenda një nate dhe ndryshun kodin zgjedhor, e për fat të keq ata nuk janë vetvetja asnjëri, ata duhet të sillen ashtu siç do Rama, siç do Berisha, në të kundërt ata nuk mund të jenë as deputet, as në parlament, as në qeveri, e mundet të përfundojnë edhe në ndjekje penale në burgje, sepse një pjesë e mirë e tyre për fatin e keq tyre dhe tonin dhe të popullit shqiptar, ata janë me dosje, janë të komprometuar, janë të korruptuar, pasi nuk i mbështesin arritjet e gjithçka çfarë kanë vendosur tek aftësia e tyre profesionalizmi, por i mbështesin ke servilizmi, ke mediokriteti, ke bindja qorrazi e zbatimit të detyrave që ju japin si kryetari i të majtës ashtu dhe kryetari i të djathtës. Dhe kjo ka bërë që për fat keq sot të vim në një kohë kur edukimi, formimi, kualifikimit brenda dhe jashtë vendit të rinë të reja ekselent nuk ju hapet rrugë dhe vazhdojmë të përfaqësohemi me mediokritet në parlament, që asnjëherë parlamenti shqiptar nuk ka qenë në këto nivele për sa i përket përfaqësimit, për sa i përket moralit, dinjitetit të përfaqësimit të këtyre deputetëve. Dhe për fat keq ata rrinë si kur u flet ai duket sikur është i dërguar i Perëndis në tokë dhe këta janë qenje të cilat duhet bëjnë yes man ose lepe peqe si e përdorim në turqishtën e vjetër, ose u ngjelet vetëm të ngrenë kartonin dhe tulin kartonin sipas urdhrave. Kjo ka bërë që kjo demokraci që kemi pritë të shpresuar shumë të kthehet në një stabilokraci e brendshme që i shërben edhe për fat keq edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të marrë së bashku, por edhe të vendeve të marra një nga një, të shohin e të interesohen për ato çfarë përfitojnë nga Shqipëria dhe mos të shohin se kush është situata reale e çfarë drejtimi ka marrë Shqipëria me shqiptarët, me brezin e ri që po e lën çdo ditë për të larguar paktim. Dhe kjo është një arsye më shumë se madhore për të reflektuar drejtimi politik që kemi patur në 35 vite. Kjo është ajo të cilës ata duhet të kthejnë e të shohin veten e tyre, çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë kemi bërë jo mirë. Dhe shumica e tyre edhe e vendimeve që kanë marrë nuk janë, s'kan qenë asnjëherë në favorin e qytetarëve shqiptar.